Selam hoq, si me falendru Allahun kur të shtohet risku edhe bereqeti për të cilin je lut shumë? Aleikum selam. Elhamdulillah që Allahu të ka shtu riskun dhe bereqetin. Përderisa ja din Zotit shqyrin këtë formë që po e din që të ka dhënë Zoti, nuk po thua është prej vetës teme, është prej aftësive të mia, por është prej Zotit. Pastaj thua elhamdulillah. Tjetra nuk e përbuz, tjetra nuk e keq përdor, tjetra nuk e lufton dinin e Allahit me të mirat që t'i ka dhënë ai. Tjetra nuk bash me namaz, tjetra jep sadak, tjetra jep zeqat, tjetra nuk e nënçmon fukaran, nuk i haron ditët kur ke qenë edhe ti tillë. Kush falendron Zotin, Zoti ja shton. Kush i friksohet Zotit, pra frikë respekt, kush i kryen adhurimet e Allahut, bati devotshëm, Allahu furnizon kasja mërmenja. Kush e shton fjalën astaghfirullah wa atubu ilej, i shtohet risku. Kush beson se risku është në qiell, në dorë të Zotit, e nuk është në tokë në dorë të njerëzve, këtij i shtohet risku. Kush i merr sebepet halal, Zoti ja presk ja shton, edhe është shenjë falendrimit. Të gjitha këto të bashkuara, ose disa prej tyne, nëse i ban elhamdulillah, janë shenjat mira se ti je duke falendru Zotin.